gjërat nga imami rreth mbulesës, e prej xhamisë shkojmë pastaj te Don Mikelit e kisha, këtë nuk e kemi në Kosovë. Ne asnjëherë nuk i kemi dëgju. Pse kjo ndodh në Austri, ndodh në Zvicër, ndodh në gjitha vendet. Për shkak se ata janë të lumtur që fëmijët e tyre mos me pas një keq kuptim ose me thon kisha është e keq, xhamia është e mirë sa na sjelltas. Këtë muna me bo vetë institucionet që janë bashkësitë fetare, për shembull edhe muslimanët, edhe krishterët, edhe protestantët, pse kemi edhe komitete të tjera më të vogla, por unë mendoj që është e domosdoshme pa u futur te diferenca se fëmijë sot që tha Don Mikeli për shembull për mbulesën, mbulesa prapë është edhe zgjedhje e fëmisë, po edhe vendosmi ndi ju hoxha ju prifti. Po, për zgjedhje e fëmisë nuk mundet me qenë ndoshta mbulesa, sepse nuk mundet me qenë i vetëdijshëm një fëmijë për me u mbulu, mendoj unë. Mundet me qenë zgjedhje prindet, pa pyet fëmijën, por nëse themi që është zgjedhje fëmijës, përderisa fëmiu nuk e besoj që mundet me qenë zgjedhje. Ama edhe unë shoh këtë padre që është buaj rregullore për shembull, nëse një vajzë i ka për shembull 12 vjeç, edhe ai nuk po thotë e kam bërë me imponim, po s'du me ik. Edhe përjashtohet. Tash nuk është ky imponim as nga prindi, është dëshirë, sikur një vajzë që don më zhvesh. A mundesh me imponue? Jo, është imponim përderisa thotë sa bukur po tren mbulesa, sa bukur po dukesh me mbulesë, ose sa bukur po dukesh me këtë veshje edhe nëse s'është me mbulesë. Po zona po thot nëse ja bën që ashtu është ngacmim seksual. Jo, patjetër që nuk flasim për bukur po duket edhe ashtu. Për zonën. Po për fëmijën është shumë imponim përderisa ti. 12 vjeç. Jo, 12 vjeç është fëmijë. Kjo është temë që diskutohet, a ka i moshën madhore ajo? 12 vjeç konsiderohet. Gjysha ime 14 vjeçare nga do moshë është martuar në Bernic. Po, kjo është e keqe, nuk është dukur je mirë nëse martosh 14 vjeç. Duhet me mësu për fenë për shkolla, edhe mos je mirë. Lutem, janë kohra që kanë dallu, kanë ndryshu, sot fëmiu lexon shumë a shumë se sa ndoshta ne, sepse ka rrjetet sociale, ka teknologjinë, po nuk di me dallu të drejtën nga e padrejta. Ronje, Alenitën e kam, të lutem, du me pyet diçka pasaj do riktheme përsëri tek këtë. Më falë, di që në një lidhje direkte dhe po s'kemi çka me bo. Alenita, a mjafton xhamia dhe kisha ndoshta për edukimin pa